Përshëndetje sot nga Erë të Ceja këtu në Tiranë për të gjithë juve që keni menduar të bëni diçka ndryshe. Është dita e fundit që qëndroj në Tiranë dhe jam shumë e lumtur dhe e gëzuar për gjithçka që kam bërë këto ditë, sepse gjithmonë kam thënë, për mua është e rëndësishme akoma dhe një shpirt të bëj ndryshimin e tij, të kem ndihmuar për vendin tim, është fitim për misionin që kam nisur, sepse kjo që bëj unë nuk është vetëm profesion, por është një mision që më del nga shpirti dhe jam e lumtur kur jam në misionin e jetës time. Nuk jam person që flas me fjalë të mëdha dhe ju që më njihni nga afër e dini shumë, por atë që bëj e bëj me dashuri dhe ndihmoj njerëzit të sjellin balancën dhe ekuilibrin, të sjellin harmoninë brenda tyre, në familjen e tyre. Dhe kam një dashuri të veçantë për të gjithë fëmijët që janë shpresa këtij vendi, gjithashtu dhe gratë që janë nëna që edukojnë ato, sepse kur një nënë hap zemrën e saj, mund të jetë e mirë me fëmijët e saj, me burrin e saj, por gjithashtu jam këtu për të gjithë dhe ju burrat, kudo që jeni, të hapni zemrën dhe të tregoni që forca juaj nuk është agresiviteti, nuk është të fshiheni mbrapa ndjenjave dhe emocioneve tuaja, por t'i pranoni ato dhe të na bëni ne femra të ndihemi të respektuara, të dashura, sepse femra tani ka hyrë në agresivitet, sepse në vend ta kërkojë dhe të tregojë nevojat e saj dhe të kërkojë dashurinë dhe respektin nga meshkujt, ka hyrë në agresivitet për të treguar sa e vlefshme është dhe sa shumë gjëra di. Por për të gjithë ju, akoma dhe rreth të parë kam dhënë vetes time, ja them për ditë. Dashuria e vërtet, pranimi njëri tjetrit në vendin e tij, duke mos u përkushtuar akoma tek prindrit tanë, pararësit tanë, po të shkëputim zinxhirët nga ata dhe të jemi në hierarkinë e duhur, në familjen tonë, në familjen që jemi rritur, në familjen tonë që kemi krijuar, gjithashtu dhe në bizneset dhe kudo që të punojmë. Do shikoni që çdo gjë do filloj të lulëzoj në shtëpitë tuaja, në zemrat tuaja dhe në Shqipërinë tonë. Ky është misioni im që kam filluar këtu edhe 2 vjet këtu në Shqipëri dhe jam e lumtur për rapat që bëjmë. Sepse Shqipëria është një vend i bukur, me energji shumë të fortë dhe këtë energji ne duhet ta përdorim për të rregulluar veten tonë dhe të sjellë lumturi, kudo që jemi dhe harmoni. Dhe për këtë dua t'ju them që unë flas thjesht, por nga zemra dhe nuk ka të bëjë se sa shkollë ka sikush, edhe sa diploma, po diploma më e madhe vjen nga shpirti, nga Zoti. Thjesht jam këtu si terapiste shpirtërore, mësuese trajnere, shkrimtare për të të ndihmuar, për të të dhënë dorën, të lidhesh me veten tënde, me shpirtin tënd, me dritën që je vërtet dhe ke zbritur këtu në tokë për të bërë dhe ti misionin tënd. Dhe këtu sot në Të Ceja, me personat që do jenë të pranueshëm, do bëjmë ndërmjet sistemit përfaqësik, do punojmë të shikojmë në çfarë vendi jemi deri tani, tek familja jonë që u rritëm, tek familja që kemi krijuar ne si prindër dhe ju si fëmijë, dhe në biznes pse jo, dhe çfarë mund të bëjmë të gjejmë zgjidhjen dhe të jetë sikur të vendin e tyre. Dhe ju mirëpres, ju falenderoj gjithë që më besuat dhe këto ditë për gjithë ndihmën e personave që vi dhe gjej këtu mbështetje dhe i bëjtirje të gjithë personave që kanë organizata, kolektive, biznese me njerëz të mëdhenj. Nëse doni që një biznes të shkojë mirë, jam këtu për të ardhur në terapi në grupe, për të parë me sy tuaj në çfarë vendi jeni, në hierarkinë tuaj dhe ta rregullojmë atë, sepse nuk mundet një person që punon tek biznesi jot, nëse s'është mirë brenda teje, të japi tek puna jote. Nëse doni të keni rezultate dhe gjithë gjërat të shkojnë mirë, atëherë juve duhet të jepni tek kolektivi tuaj, tek
persona që punojnë të kjo, të stafet tuaja, të mundoheni të jepni terapinë që ata ka nevoj, të jeni në vëndin e ti, të bëjnë të kushtimi dhe të gjitha të shtojnë të. Ju falenderoj dhe gjithë të mira. Bëni atë që ju të zemë, asgjë më të.